kur njerëzit do të prezantohen, do të paraqiten para Allahu xhallahu ala për të dhënë llogari. Andaj në këtë rast Allahu xhallahu ala se ka në hadith me Muadh që e transmeton Tirmidhiu në sunenin e tij hadith sahih, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu i afrohet besimtarit. Që tash ky që ka marrë, ky angazhimin që ka pas pozitiv, ky që është mundu gjithçka në këtë dunjë lodhen me pas. E ka ditë që do të më lodh, po lodhen kallash, e të lodha tjetër për Allahun xhallahu ala. Kënimi që është lodh të njëtën për Zotin. Allahu xhallahu ala nuk don me lodh për s'dyti të janë nxirr ka një çka ke bota. Apo? Prandaj kemi thonë, është një frikë ose këtu ose atje. Apo? Është një frikë ose këtu ose atje. Kush këtu i friksohet Allahu xhallahu ala, e siguron Allahu xhallahu ala në ahiret atë. Kush këtu lodhet për Allahu xhallahu ala, e bën Allahu me poshu në dunjë në ahiret atje pas. Ti zgjidhet çish po do më jabu, ku po do më lodh dhe ku po do më poshu. Andaj Allahu xhallahu ala i afrohet besimtarit. Wa yada'u kanafa. Kanaf i thon krahut. Allahu xhallahu ala Allahu a'lam çish është ajo. Kjo është gajb, na nuk e dim. Por Allahu xhallahu ala e vendos krahun e tij mbi besimtarin. Që po sikurse Allahu të ka shembull më mirë, po në ilustrim. Në kjo botë, kur do të dikujt më ka dhënë fshaft, kur nuk më ka që durën për mirë dhe ka që kokën të veshë. Kjo është një simbolik e afërsisë së madhe që kemi këto që po flet apo. Ande Allahu xhallahu ala i afrohet besimtarit, e vendos këtë krah mbi të, edhe i thot, atë kujtohet që kjo kur e vëshë. Fa yuqirruhu amtu. Edhe thot pozat. Atë kujtohet kur u false e si kishe bashkë me ata unë ato. Atë kujtohet që mëndeshin aton, po ja raf kujtohet. Atë kujtohet kur shkresh atje e diri që zbën më shku atje. Allahu xhallahu ala ja përmen ato që me qito unë e ujë më dënuat. Edhe pasaj fe ju kërruhu abë të pozat. Këtë vetëmija, kur s'pënin, miliarda njerës të prit gjykimin, ti vetëmu më Allahu xhallahu ala. Për me këtë akt më vështora, ti vetëmu më Allahu xhallahu ala, veç një gjunat për i tyne me të shpall Allahu xhallahu ala është i mjaftueshëm me gjujt në xhenem. Këto për t'i përmenë Allahu xhallahu ala dhe për atë kujtuat të tërë po ja me një keqaret madhe e din që së në mahan sa je din, saksisht thosh fe ju kërru abtë edhe e pranën rubitia atër Allahu xhallahu ala i thot se tërtuha alejke fi dunja ti kum lu në dunja këtë punë ti kom nuk të punë dënja edhe unë sot po t'i blej shka se i linja ka për libën edhe shka të gjenetet janë ka përsejet është atë detajzim ka një pse e bune pse se bune ti së bën pjesë të apë se kena njetë me të lodhë sot masi je lodhë njerë për neve në dënja që kjo është hisabë njësira